Është e pabesueshme, po jemi në fund të këtij sezoni televiziv që ka qenë padyshim I lodhshëm, sfidues, por besoj shumë I bukur, shumë emocionues, me rrëfime të jashtëzakonshme që na kanë drithëruar të gjithëve, na kanë emocionuar të gjithëve dhe faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, për dashurinë tuaj, ju që na ndiqni nga ekrani, zonjat e mrekullueshme të publikut dhe natyrisht nuk mund të ri pa falenderuar të gjithë stafin e këtij emisioni, pra stafin e Se Luan Topi, që nga I pari e deri tek I fundit, se po t'i radhis dhe po t'i them të gjithë emrat nuk mbarojmë për sot. Është një djalë mjaft I talentuar, e nisi shumë I ri, do të thosha, si këngëtar, shumë I apasionuar pas muzikës, pas këngës, por vendosi të sfidoj veten edhe në një rafsh që nuk e kishim njohur apo parë më përpara. Flas për dashurinë, sepse erdhi dhe u bë pjesë e programit formatit të dashurisë pikërisht në Top Channel në përputhen vitin e kaluar. Dhe me sa duket edhe aty fitoi jo pak zemra, po e rëndësishme është që ka gjetur dashurinë, nëse është e jetës së tij apo jo, do të na e thotë vetë ai. Duam që të na tregoj shumë më shumë për jetën, rrugtimin që e ka sjellë deri këtu, sfidat, momentet e vështira, pse jo edhe ato më të bukurat. Mirë prisni, Kris Breshani. Shiko, u gjenda pak në vështirësi, ta thoja apo jo, ti e ke gjetur dashurinë e jetës tënde apo jo? Mendoj që ne si njerëz jemi gjithmonë në kërkim të dashurisë, nuk është vetëm te fakti një personi që ken krah, po dashuria në aspekte të ndryshme, kështu që mendoj ekziston gjithmonë në vazhdimsi. Pastaj personi I jetës duhet të shfaqë cilësitë e duhura për ta pasur në krah dhe për të falur mbështetje. Çka do thotë që Esme ende, le të themi, është në provë akoma. Normalisht vazhdon prova. Unë gjend telefononi Esmen, se bësha ka të toj kulesh. Shiko, qëndro pak më në mes, super. Ne shohim klipin së pari. Kris Breshani është nga ato personazhe që tërheq me një herë vëmendjen, jo vetëm prej stilit të tij, por edhe prej shpirtit artistik. Me pjesëmarrjen e tij në përputhen, Krisi jo vetëm që theu zemra, por si duket gjeti edhe dashurinë. Sa I përket jetës së tij private, të gjithë mendojnë se din gjithçka për të, por të vërtetat që si Luan Topi do t'i mësojmë vetëm sot. Si po ndihesh, e gati? Gati, e ka skalitur shpatën. Do nga bë balezë ja për të fund. E po, kjo si ishte pare dëgjuar ndonjëherë. Martohet I biri botës edhe thot për nusen që është ende në provë. Gjithsesi, nuk e di nëse e ke vënë re pak a shumë të emisione, kam shprehur këtë gjë, domethënë do të thotë pjesa. Jo, unë e di që ajo ishte një martesë, një ceremoni simbolike. Simbolike, po shumë e bukur. Vërtet. Po, shumë e bukur le të themi se është hera e parë që them paktën për veten time që po bëj një dasëm me provë. Me provë. Po, se është e vërteta, është një simbolik, kështu që po desha të dalë, është e pjesa që gjithmonë e kam thënë kur nëse do të takoj një person, do doja që të kaloj paktën 1 vit 2 vjet me të personin dhe përpara se të marrësh vendimin. Para se të marr vendimin dhe ka edhe disa gjëra që janë lidhë dhe ligjore, që është një kontratë, gjëra të parapraka që unë I shoh sa rëndësi ka për mua I robi ose. Ti vazhdon mendon që kushdo që martohet me ty do duhet të nënshkruaj një kontratë paramartesore? Është mendoj që është e drejta e gjithkujt, nëse trashëgon diçka, qoftë nga prindë apo I ka krijuar vetë, që të mbajë gjërat e tij dhe nëse nesër bashkë me bashkëshortin apo bashkëshortin krijon diçka, atëherë ato mund të ndahen. Pra, ajo që do të pranojë të jetë me ty, do të jetë sepse të do ty, jo për atë pasuri që mund të kesh. Okej, interesant këndvështrimi. Ja ta nisim nga, le të themi, fillimet e tua. Nga fëmijëria jote, ti ke lindur në Lushnjë, pavarësisht se familja është me origjinë nga Vlora, nuk e di. Po, është nga Vlora, bile edhe nga ana e mamas, nga ana e gjyshës, mamas I kam nga Vlora dhe ata. Megjithatë, kur ishe 5 vjeç, familja vjen në Tiranë, kështu që besoj kujtimet më të mëdha të fëmijërisë I ken kryeqytet, I ke këtu. Po, vetëm thjesht mbaj një fragment vogël që më mbaj mend gjithë 97-ën, e kam kalu pak në Vlorë. Në Vlorë? Po. O, bo, 97-ën në Vlorë. Po, vinte ora 2-3, duhet të rinim gjithë në ato korridoret, sepse plaste plumi I qorrë etj. Mbaj mend se kam qenë I vogël. E kuptoj, ka qenë traumatike si eksperiencë?
Traumatike. Pra, kur ti sot kujtohesh, është diçka që ty të trëmte si fëmijë, të ka lënë një lloj traume, një lloj ankthi? Jo, në atë aspekt nuk më ka lënë një traumë, thjesht deri në një farë kohë, derisa u shkova diku te 10-11 vjeç, e kisha prapë këtë pjesën që po bose do të vjedhin, do të rrëmbejnë, do të shesin veshka, do të bëjnë, siç kanë qenë atë kohë që ishin situata që shumë mirë dim gjithë se çka ka ndodhur dhe grabitje, njerëz janë vrarë etj. Vetëm kjo ishte pak, po ma kaloi pse duke u rritur kupton ku je. Ndërkohë ty kur ishe i vogël të pëlqente shumë muzika, ka pëlqyer piktura, kërcimi, jam marrë me çdo gjë. Aktrimi, ke provuar nga pak të gjitha le të themi, dhe në 2014 e nise me një bashkëpunim me Gun of Love, apo jo? Po. Për të vijuar pasaj me shumë këngë të tjera që erdhën në vitet në vijim, që pasuan me Endrit Mumajesin, kënga Gun of Love. Edhe vijuan më pas Pinky, Ratha, që u bë dhe pjesë e klasifikimit të Top Awards, mos gabojmë, dhe ka qenë Ice, a bëhet, tani unë basa si ditë gjitha dhe si mbaj më të gjitha. Ajo që desha të të pyes është, ishe shumë i ri kur bëre këngën e parë, edhe ishte një moment suksesi, ishte një moment fame. Si e përjetove ti këtë momentin e parë të famës 19-20 vjeç? Më shumë e kam parë si thjesht një feedback. Nëse do të vazhdoj prapë me teorinë time që gjithmonë qëndroj me këmbë tokë, më vinin shumë kërkesa, edhe kur isha në një televizion tjetër dola, në intervistë, mbas asaj natë mu merrën gati në Facebook, që në atë kohë, merrën gati 600 ftesa, që ishin vetëm femra, vetëm shkushin bluze, Chris Breshani, ndoshta edhe ca Delia Kurri, që më fal, po kështu ishte. Dhe ku do të dalë në fund ditës, nuk është vajza, domethënë nudo, që shkruajnë emrin mbi emër. Të shkruanim emrin tënd në trupin e tyre. Po, në trupin e tyre, në për gjoksën, në për të shpina, në për kështu etj. Gjithsesi, okej, më duket shumë vetëm të të hap Facebook-un. Jo. Dua të vë ndryshim fjalët e tua, më duket, mbase jam tjetër brez, më duket pak e çuditshme ta bësh këtë gjë, domethënë megjithatë. Edhe mua më duket çuditshme dhe shumë e tepruar me thënë drejtën, se në fund fare nuk është në një pop star, duke menduar në atë kohë se kështu analizoj gjërat, por prap vura re që pash ç'a feedback-u ishte. Ndërkohë nuk është se pata një mbështetje. Pra ta adhuronin aq shumë. Arriti deri në atë lloj pike sa u çudita që edhe coverat në Facebook vinin edhe fotot mijat. E si ndihesh për këtë? Nuk është se ishte në ndjesi, nuk është ajo pjesa që dua të fluturoj, mua më pëlqen më shumë që t'jap material publikut ta shijoj. Kjo është kënaqësia ime. Po të bëri dëm mendon kjo fama e jashtëzakonshme kaqëri? Jo, nuk është se më bëri dëm, më bëri më shumë që të mendoj për të punuar, që t'i futem më seriozisht gjës. Por si salarës dhe përgjysëm, nuk është se pata një mbështetje qoftë nga familja ime në atë kohë po flas, kështu që gjithë gjërat dhe klipet e çdo gjë isha munduar që t'i bëja vetë kurse ja lekë dhe merresha me punë tjera. Pse nuk të mbështeti familja? Sepse babai im kishte një firmë ndërtimi dhe nuk është se shikonte pjesën e artit si diçka të vlefshme dhe mendonte gjithmonë që çet do humbet kokote, nuk është se më kushtonte shumë vëmendje te kjo pjesë, dhe nuk është se më shqetësonte, po vazhdoja me kokën time se më pëlqente, nuk kisha çfarë të bëja, kisha brenda. Po të lëndonte kjo gjë që babi nuk ta mbështeste artin tënd? Normalisht po, çdo kush nga ne mendoj që lëndohet nëse një prind nuk e mbështet, por nuk do të thotë se duhet të mbështesin në çdo lloj gjë që ti mendon. Se mund të jenë gjëra abstrakte. Ka dhe prind që shohin çik vetëm atë Terezin e tyre. Po prapse vazhdova me timen se më pëlqen të shfaq. Me që e përmende babain, si do t'i përshkruaj raportet me të? Flas në vitet pikërisht në vitet që ti u rrite, edhe kuptoje shumë gjëra. Do t'i bie shumë shkurt. Raporti ka qenë të ndahesh nga një prind që gjithmonë e ka kërkuar imazhin dhe të ndahesh nga prindi që i lutesh për të pasur një imazh të fundit të mirë dhe të ndahesh duke mos i thënë baba dhe mos të thotë një herë bir. Por gjithsesi situata ka qenë pak si e ftohtë. Faktikisht kam qenë dhe i vogël, shkoja kërkoja sepse në prindit më mundan dhe mendoja me veten time vetëm faktin që çfarë të drejtash kam unë si fëmijë. E mendova vetëm pjesën që e drejta ime është ta dua, s'është babai im. S'ka gjë se si është ai. Kështu që kështu vazhdoja gjithmonë. E prisja zyrës me orë të tëra derisa dilte, derisa ndonjëherë më mashtronte ndoshta. E drejt mos e legjitime do thosh. Mos e legjitime s'ka gjë, po aty ndjej kënaqësinë sepse ishe prind, doja ta merr atë pjesën, sepse ti s'ma jep, unë kam dëshirë ta marr trim me ty, ta harxoj kohë me ty. Prindrit u ndan kur ti ishe i vogël? Po kam qenë shumë i vogël dhe pastaj që ta mbyll raportin me babain, u ndryshom, unë u bëna baba, ju u bë biri. Kështu u ndryshoi raportin fund fare. Domethënë përkujdesesha më shumë për të se sa. Po flet për vitet e fundit. Vitet e fundit pastaj po. Për shkak të sëmundjes së tij, për probleme shëndetësore? Problemet shëndetësore jo, për problemet shëndetësore mendoj që çdo fëmijë është i detyruar që t'i përgjigjet prindërve. Unë nuk e vë në diskutim atë pjesën sido që të vi puna për prindit e mi. Atëherë pse u bë ai fëmia dhe ti babai? Nga mënyra e konceptimit të gjërave. Vetëm kjo ishte gjitha.
Mendoj që shumë njerëz në jetë mund të vdesin pa kuptuar se ç'është jeta, si ta jetojnë. Të ka munguar që të thrasë birë, të ta japi dashuri? Ka munguar shumë. Ka munguar shumë sa që unë jam përpjekur më shumë domosdoshmë duke përqafuar, duke afruar më shumë, po që si një pjesë shumë e ftohtë gjatë gjithë kohës, e kupton sy. E si të ka ndikuar kjo? Jam ngushëlluar me pak. Je ngushëlluar me pak? Po. Çka do thotë që ke... Qoftë edhe nga një llaf shumë i ftohtë, po jam ngushëlluar. Ama të ka munguar kjo dashuri, kjo pjesë? Normalisht. Të ka bërë më të brisht, të ka bërë më të ndjeshëm? Emotiv jam shumë. Pra je i ndjeshëm? Po, mund shoh dhe një film prekem, se futem shumë thellë ajo gjë, pavarësisht se me çfarë marr dhe është pjesë e artit funditës. Jo, është edhe thjesht inteligjencë emocionale. Ti as diskutohet, po, gjithmonë prap ta thash do ta ul atë, nuk do ta ngre veten. Babi me sa di u izolua disi ose u shkëput nga jeta juaj disi vitet e fundit? Faktikisht u shkëput që kur ishim të vegjël, me thënë drejtën. Kjo ishte gjithë gjë. Domethënë ti nuk gjej një mbështetje që një prind të përgjigjë apo ose më saktë, më thelbësore, një prind pyeste që kur të merrte në telefon thoshte si je. Unë kam munguar fjala si je, po ishte vetëm ku je? Çfarë po bën? Hajde këtu, shkatje, ishte shumë. Po mbase nga meraku, nuk mendon? Po nuk ishte, nëse ke merak çohet deri në fund, unë nuk pyes në telefon dhe s'marr më pas se ç'ka me të. A ti dëgjoj ndonjëherë këngët? Ja tregoje ose jam përpjekur t'ja tregoj. Nuk është se s'mi ka dëgjuar, përpjekur t'ja tregoj, por që e çfarë të tha? Mos hum kohë me ta. Mos hum kohë. Do doje të kishte duar trokitur ose të vinte aty ndonjëherë kur ti këndoje? Nëse mendojmë këtë aspekt, përse e kam fut veten nëpër këto skenare, mendoj që nuk e di, ndoshta s'do këndoja, do të isha prek. Po ta kisha aty përballë. Po. Do ishte shumë e vështirë. Po, do ishte shumë e vështirë. Ama dhe bukur në të njëjtën kohë. Ti po më thon apo mbledhet fyti. Bukur, normalisht është bukur. Unë e marr me shumë gjëra në jetën time dhe kam vazhduar vetëm të bëj gjëra. Qoftë edhe një aktivitet fizik, kam bërë gati 6 vjet kickbox, u bëra 2 vjet boks. Në momentin që ishte smur, vetëm këtë i thash kisha ardhur një herë të shikoje. Po nuk erdhi. Nuk erdhi asnjëherë. Të më falësh. Nuk ardha as në diplomim, as në fundi. Po s'ka gjë, që se cilë është i lirë të zjedhe në fundit, dhe shu gjë. Me sa kuptoj të ka lënduar kjo pjesë shumë. E shef. është më se e kuptueshme. Por që mendoj që njerëzit që kanë shumë probleme, pikërisht janë ata njerëz që përballojnë, prandaj janë aty ku janë. Se bëhen më të fortë, po thua. Jo, se nëse s'do t'i përballonin s'janë ata. Si përballove ti me që jemi tek pjesa e të përballuarit të vështirësive? Momentin që ai u nda nga jeta. Me sa di ti nuk dije asgjë, pra ti dije që ai ishte i sëmur? Jo, unë kam qenë me të gjatë gjithë kohës kur ka ikur në Turqi. Babi vuante nga një tumor në kokë apo jo? Tumor në kokë. Edhe u detyruam që të shkonim në Turqi, ikëm në bursa. Unë ndonja gati 1 muaj gjysmë atje. I qëndrove pranë. U kujdese për të. Sa edhe nevojat ja hiqe. E pastroje po thua fizikisht. Ju lidhi më shumë kjo eksperiencë, ky moment i vështirë? Pra, që ti kujdesesh për të? Si t'ishte ai fëmia? Me thënë drejtën, thjesht e prisa si moment që t'isha tek pull vetëm me të që të bisedoja, po nuk është se solli ndonjë ndryshim. Unë të paktën pata mundësinë të shpresha. Ky ishte gjë më. Çfarë i the? Mbas shumë bisedash që kam thënë që kam falur se si e sjell dhe faleminderit çam ke bërë. Të thaj që? Atë. Ka qenë tipi ftohtë. Thjesht unë jam tjerë keq kur kam gjetur për shumë po themi gjë personale time. Qenë i vogël. Dhe gjeta disa foto që kishte dalë me dikë. Që kishte dalë babi me dikë tjetër. Po, me dashurën e tij, që ajo kishte një gocë, si ishte ti. Dhe ishte shumë i lumtur. Kjo mbrau. Më falë nëse të kuptova drejt. Babi në këto foto ishte me një vajzë, pra e dashur e tij? Po, që e dashur e tij kishte një fëmijë që si ishte fëmia e tij. Që nuk ishte fëmia i babit. Ja. Dhe duke i në ato foto babi i lumtur. Dhe kjo të vrau?
Pse, se pe një bab që, domethënë ti kishe parë gjithmonë një baba të palumtur, ndërkohë që këtu me këtë gruan tjetër ishte i lumtur. Kush ishte diferencë? Ose çka kishim bërë na? Se pyete kur? Nuk e pyeta sepse kur kalon kohë kupton në çfarë mashkulli ke të bësh. Dhe i merr përgjigjet gjitha. Ti ke thënë që nëse do ta përshkruaje rrugtimin e jetës tënde, të kujtohet një film vizatimor që shije kur ishe i vogël. Si është ky film i vizatimor? Mos gaboj, ka qenë thjesht një reklam që ka qenë një fëmijë i vogël që baba i kthej nga shtëpia edhe rriftet jamën. Edhe rriftet jamën. Po, dhe ky fëmia vazhdoi po të njëjtën rutinë, dhe fëmia i tij vazhdoi po të njëjtën rutinë dhe pastaj ai fëmijë tha stop dhe ndryshoi gjithë këtë zinxhir që ishte në këtë lloj forme. Por nëse mund të të pyes, se duke qenë se përmende detajin shumë të rëndësishëm te ky film i vizatimor që baba i kthehej në shtëpi dhe dhunonte nënën. Ka ndodhur kjo në familjen tuaj? Të paktën vetëm një herë që unë kam qenë prezent, kam qenë i vogël. Edhe sot që rrie mendoj më bën përshtypje si u ktheva babait tim. Unë kam qenë pse di, 9 vjeç, 10 vjeç. Ju ktheve babet? Po, ju ktheva, thash mos shoh nonën time që po qan. Pra mbrojtë mamin. Po normalisht, ishte një situatë shumë e thjeshtë, s'kisha nevojë për ngritje zëri apo. Edhe duar ndoshta. Pas sa kohësh pasi u smur babi ndroi jetë? Ti the që qëndrove disa muaj atje në Jo, unë qëndrova disa muaj, qëndrova shumë afër gjatë gjithë kohës, por fakti që shoqëroj me njerëz jashtë familjes edhe me të dashur, në thonjza. Njeriu zgjedh të mendoj pasaj me ide të tjerëve jo të vetat. Kështu që filloj duke mu kthyer kundër, duke më hedhur në gjyq, duke kërkuar udhërmbrojtje që se mori se s'kishte lidhje, kupton, unë s'kisha bërë asgjë. Duke më kthyer avokatët kundër, Borxhlin duke më ardhur, duke kërku. Sot kam falti 12 çështje e gjyqit. Sot edhe një herë më fal, nuk e... Sot fal ti them kam 12 çështje e gjyqi që mi ka trashëguar, dhe unë do t'i kthej xhevap njerëzve tani. Domthon po merrem shkurt fare zërse me gjërat e tij, po do t'i çoj deri në fund. Them nuk mund të plakem, o t'ja lë fëmijë vetëm pra bar, nuk mundem dot. Do t'jem ai prindit i çoj në fund, t'i lë gjërat gati. Me sa di ty të tha një kushërir ditën që ai kishte ndruar jetë. Një kushërir shumë i largët, që unë s'kisha as 2 muaj që kisha takuar për herë të parë. Pra ti nuk e dije fare që ai kishte ndruar. Nuk e dije fare sepse dhe gjithë fisi i tij më soll shumë keq, e kupton. Shkove në ceremoninë e martore? Po normalisht do shkoja. Do shkoj atje, edhe atje nuk u trajtuaj një ceremoni siç bëhet gjithmonë ceremonitë në këto vaki. Po thjesht ndonjë në atë pozicionin tim aty nuk doja takoj asnjë, nuk takova asnjë. Nuk takove asnjë nga familja e babit. Asnjë dhe asnjë nga shoqëria e asnjë. Faktën vetëm disa kokra që ja vlenin, po të tjera nuk do. Nuk ka nevojë për njerëz me 2 fytyra, nuk më interesojnë. Po me babin nuk përcolle? Pra, ato zakonet që kemi ne të përcjelljes së zakonet që kemi ne të paktën gjë më kryesore mendoj është ta shohësh për herë të fundit. Unë lash motrën time sepse edhe historia është pak abstrakte, le të themi, nga që më ndodhi në këtë lloj forme, babain tim pasaj kishte një fermë, kishte lënë ferma gjeta boshë, shumë obeti gjatë zgjeta asgjë ferma, dhe mund të nesër jam detyruar që trupin ta çoj për t'i bërë një analizë para, një autopsi. Sepse edhe kur e kishin gjetur të vetëm. Vetëm. E kishin gjetur vetëm në një shtëpi me qira vetëm. Kur më thash hajde të jetosh me mua, nuk e kam problem, shërbej deri në fund. Nuk pranoj të jeton. Nuk pranoj sepse donte të dilte, të vazhdonte qefet e tij, kupton? Kjo është gjithë gjë. Ti e di pak a shumë se janë njerëzit ose shushunja vetëm duan ta, nuk i intereson njerë për jetën tate apo për shëndetin tate, për familjen tate, për asgjë. Po kush e kupton tha? Pra e pe për herë të fundit, po thua atë ditë. E pa motra për herë të fundit. E pa motra. Nuk e pash dot sepse ishte situata e tillë. Por që kam shkuar normalisht në ritualin që u bë gjitha. U bë plus edhe një sherrë edhe te pjesa e drekës, domethënë u kthye fisi kundër sikur ne po i merrnim gjërat fisit, jo babait ton. Çka na kishte lënë ndoshta, që në një gjë madh. Pra kjo ceremoni mortore u shndrua në një zëng fisi, po themi. Po vallai ashtu po, më thon drejtën. Bën një situatë ringu, kupton? Saqë unë u detyrova të them njerëzit të fisit babait, nëse s'keni respekt për vllajën tuaj, pak keni respekt për babën tim ose dilni jashtë, e kupton? Vë shumë ngarkuar si situatë. Gjithsesi, nuk është se kam kalu thjesht.
Ama di që pas vdekjes së babit, gjërat nuk kanë qenë mirë as mes teje dhe motrës. Jo. Unë se më pyetën pak më përpara për pjesën si e kalova. Kur vdiq, u futa në një shkollë tjetër, futa në regji filmi, doja ndryshoja pak rutinën. Shkoja çdo mëngjes atje. Pëlqente shumë si gjë. Ke tentuar ti rregullosh marrëdhëniet me motrën? Unë nuk se tentoj vetëm me motrën, i tentoj me të gjithë. Por puna është që ka një gjë shumë të keqe që njerëzit kur ti përpiqesh dhe kërkon ti afrosh se i duan të shfrytëzojnë më shumë. E unë këtë nuk ta lejoj. Sot nuk komunikoni apo? Jo, nuk komunikojmë sot. U mundova që të kem një raport, ndoshta sot më kisha shkuar edhe shumë minus nga gjërat nga asetet që kam, se afrova motrës time në fund fare. Nuk pranoj. Okej, më mirë akoma, faleminderit shumë se ka më shumë. Kështu që gjithsesi si doj le ta mendoj. Më vjen shumë keq që mendojnë gjërat kështu. Sinqerisht ta them. E di që unë fund ditës, si thuhet ai gjaku nuk bëhet ujë. Kudo që të jetë unë ajo do shkoj do të jem pranë gjatë gjithë gjës. Më vjen keq që më mendon ku e di unë si të keq sikur. Unë nuk do që të afrohet. Mamin ama ti e konsideron heroinën e vërtetë, atë që ka sakrifikuar shumë për ju. Po, Për ty dhe për motrën. Po, nuk mund t'i hedh poshtë paktën gjë më kryesore, dhe kur kam diskutuar me të, se normalisht është prind dhe ndihet keq ndonjëherë kur shef situata që dy binjak nuk flasin me njëri tjetrin, edhe ka të vështirë dhe të merret vesh me të. Se me mu merret vesh me të, nuk zëre se s'flet fare dhe se me motrën. Edhe i them mamas time, i them motra ime, i them sigurt ishte 10% sa ty. Çfarë them? S'di të them, Kris, padyshim është janë ekstreme. Është, jo, të gjithë ne kemi rrugtimin ton të jetës, edhe gjithë jemi përplasur her pas here. Kush më shumë e kush më pak. Unë të tingëlloj kështu si klishe, po do doja shumë t'ua bëja këtë thirrje dhe ty dhe motrës tënde. Babi nuk jeton më, edhe ka ikur çfarë ka ikur, ka mbaruar çfarë ka mbaruar. Ama ju të dy jeni motër e vlla, jeni binjak. Edhe unë nuk mendoj që ka ndonjë gjë që nuk mund të sheshohet. Çdo gjë sheshohet nëse është dëshira. Nga unë s'kam munguar dëshirë, kështu që. Sepse mundet që pas disa vitesh të bëheni kaq pishman. Ose diskutoj, unë e di që ka për të bërë. Unë për vete bëhem pishman tani që pse s'vazhdojmë të jemi bashkë, asgjë tepër. Thjesht kam qenë çdo situatë vetëm, a kupton? Pikërisht. Edhe te pjesa që kam qenë te përputhën, pata një aksident që nuk e di se sa mirë më shkoi dëmi etj, po s'pata mbështetje nga asnjë. Ja dola vetë. Dhe jam e sigur që siç e the dhe ti edhe mami natyrisht e vuan këtë mungesën tuaj, domethënë të marrëdhënies mes jush. Po me që e përmend e përputhen, se dashje pa dashje do dalim, është e pamundur të mos e përmendim përputhen në si pjesë të rëndësishme të jetës tënde. Ti u bëre pjesë e programit në tetor të 2025-s. Pse hyre në atë program? Pse vendose ta provosh këtë si eksperiencë? Me thënë drejtën, e kam thënë gjithmonë këtë pjesën që unë nuk është se kam pas dëshirë të futem përputhen. Mua më kanë kontaktuar vazhdimisht në kjo pjesë. Pra të ftuan. Më ftuan më saktë, me thënë drejtën. Dhe kur më ftuan, unë takova dhe vajzën që prezanton që është Megi, që përshëndes, dhe në fund më mbushi mendjen. Rrugtimi yt në përputhen ishte, mund ta themi, interesant? Mund ta përshkruajmë kështu? Kur e thua ti, pse jo? Jo, po përpiqem të gjej një fjalë. Po ka pasur debate, zënka, trekëndsha dashurie, nëse mendoj që edhe deklarata disi të çuditshme nga ana jote. Mendoj që ka qenë një udhëtim me shumë ngjyra. Udhëtim me shumë ngjyra. Si ai kapuçi që ke mbi kokë. Ti patë në fillim fare flas, disa takime romantike me Stelinën. Nuk e di sot se si janë raportet. Jo, jemi miq shumë mirë. Jeni miq? Jemi shumë mirë. Po pas dole me Dasinën, apo jo? Dhe shumë shpejt pastaj nisi kjo lidhja ose afeksioni, ndjesit me Esmën. E bëre sepse ti po pëlqeje këtë vajzën tjetër, apo dojet pak të bëje xheloze Dasinën, si ishin gjërat realisht? Apo thjesht për të bërë pak bujë? Se tani këto gjëra bëjnë dhe bujë, nuk e mohojmë dot. Jo, të drejtë ke me thënë drejtën, po unë nuk e di te ai aspekt se sa bujë mund të bëj si personazh apo me situatat që mund të krijoj. Po me Dasinën ishte një interes që ka krijuar Dasina në fillim ndaj meje. Para se unë të ndodhte aksidenti, të dilte Stelina me mua që më ka takuar. Pëlqente Dasina?
Jo, thjesht më dha, nuk është se nuk më pëlqeu. Kemi qenë në 31 tetor, Dasina më erdhi më ka përqafuar kur kemi qenë te hoteli im, ka qenë një party që është bërë nga gjithë konkurrentët dhe më duk sikur kishte një farë lloj interesi. Gjithë situata ndahet te kjo pikë. Unë të nesërmen i kam shkruar i them vjem të takoj për një drek, po më thotë nuk ka mundësi, ande po këtë etj dhe unë e lash si muhabet. Kur pa që Stelina filloi situata, jo po dhe unë kam interes, ande po këtë tash, fal, unë e kam shprehur me ftesën që të kam bërë, s'mora një përgjigje, kështu që s'është problemi im. Dhe aty lindi gjithë gjëja pastaj. Do të them këtë gjë që kam qenë real edhe në emision dhe jashtë emisioni. Nuk kam bërë diçka për marketing, apo nuk e di ati, besoj më pe që në fillim kur erdha tani e shef njësoj nuk është bën ndryshim të madh në sensin komunikimi që kam apo njeriu që duhet jem. Nuk e di, mendoj që qenë i vërtet po thua, dhe tërësisht vetvetja në trajtuar program. njerëzit për karakteret që janë, kupton? E përmendëm që në fillim atë kontratën paramartesore, për cilën ti do që të nënshkruaj Esme, edhe ishte shumë e bukur ajo që ajo është në provë akoma. Si ndihet ajo për këtë? Si ndihet tani, do më vinte shumë keq nëse do ndihej keq nga kjo gjë, se gjithë secili ka drejtat e veta. Unë nuk cënoj njeri. A ta pyesim si thoni? Ta pyesim edhe Esmën se çfarë mendon se tani ajo kontrata paramartesore duhet nënshkruar nga të dy me sa di apo jo? Po normal. Mirë erdhe! Kënaqësi! Au. Tani mos më thuaj që ti nuk e dije që do vije. Që do vite. Po e di. Ah, okay. Shefe, ti nuk mund t'ja lije surprizën, pa duhet t'ja thoshe se s'vën. Ja them të gjitha, ja thua të gjithë, se e kuptova nga reagimi ti që nuk është se u çudit shumë. Ka ca detaje ndonjëherë që i them mos i thuaj, s'ka nevojë, edhe ato i thot. Është e vërtet, flas shumë, këta ma kanë kritikuar gjithmonë, ma thonë. Mirë se erdhe në radhë të parë. Gjithashtu faleminderit Erion. Do t'ju bëj disa pyetje të shkurtra vetëm ju të dyve dhe më pas me lejen e Krisit, unë do doja që të flisnim vetëm me Esmën. Edhe ta merrnim pse jo dhe një rrëfim të shkurtër të jetës së saj. Se mbase disa gjëra ka siklet i thot në syrin tënd, si thua? E keni lejen nga burri. Ah, keni lejen nga burri, okay. Doni t'ju bëj ndonjë kafe, t'ja sjell sot. Na prit e bari pasi të mbaroj. Ose për darkë. Okej. Shiko tani, dasma ishte shumë simbolike, padyshim. Po si u ndjet, se edhe kjo ideja e veshur me të bardha, dhëndri, ke parasysh kishit emocione? Të them të drejtën Erion, më kam filluar emocionet që kur jam nisur për të shkuar të bërë zgjedhjen e fustanit. Aty kam folur dhe me Krisin në video. Edhe ky që po më shikonte, aty më kam filluar emocionet e vërteta, sepse e dinim që ishte simbolike, po kur e ke atë fustanin mbi vete dhe shikon veten si nuse, fillon ta mendosh pak më shumë, kupton? Dhe të krijohet një lloj përgjegjësie që ke kur vesh atë fustan, edhe ndaj personit tjetër. Pastaj edhe kur kam parë Kristin aty në altar që më priste, tash, okay, tani kisha frikë se mos gaboja çdo gjë që do thoja, frikë nga ana tjetër, si nëse ndjesit që kishte gjithë cili prej ne të dyve ishin ato që nevojiteshin për na çuar deri aty. Më falë se unë po vazhdoj për shihej prapë. Jo, ti shih atë po dies të kërkoj ndjesë. Regjia më thotë që ai vëthi yt kërcet shumë te mikrofoni. Ka ndonjë shans që ta heqim pak? Okej, super. Se tani s'kemi ç'bëjmë. Besoj jeni mësuar me televizionin dhe okay. Po, shqyr nuk vërciton mua vëthët. Pas kësaj simbolikës, ndonjë dasmë ose martesë vërtet në horizont, duket gjëkundi apo shumë larg, është shumë herët për të folur? Është herët për të folur, ne jemi në fazë njohjeje. Jemi dy persona me karaktere si të ngjashëm, po ashtu dhe të ndryshëm, që do thot jemi në fazë eksplorimi të njëri tjetrit. Po bashkëjetoni apo jo? Jo, secili në shtëpi vet. Secili në shtëpi vet. Okej. Është pak e vështirë të dalësh nga rehatliku ndonjëherë. Po, tamam. Rehatliku i shtëpisë. Bilet, më fal për i kam thënë Krisit dhe kur kemi qenë njërë bashk, para se të mbaronte emisioni, i kam thënë Kris, ne edhe kur të shkojmë të bashkëjetojmë, do doja që në shtëpinë tonë të ketë 2 dhoma gjumi, që për shembull, po të duam të flem vetëm, gjithë cili të flej vetëm, se jemi persona që të dy që duam 2 dhoma gjume. Je dakord me këtë? Jo, unë që te kjo pjesë u mërzit e tash nëse s'kena fjeti herë bashk, imagjino që tani do dhom veç. Si Po prit një sekond. U mërzit e ka i shpejt nga unë. Si s'keni fjetur asnjëherë bashk? Jo, në sensin që prit të rrim herë bashk, në sensin në një dhomë gjumi, ti do direkt e veç. Tani realisht ju pyes, edhe dua t'ju shoh
dhe them se kam perceptimin goxha të mirë, t'ju shoh në sy të dyve. Ju besoni që kjo lidhja juaj mund të funksionojë vërtet edhe mund të jetë një lidhje e gjatë? Ose ajo e përgjithmonta? Në bazë të statistikave është rritur shumë numri i divorceve. Po ne shpresojmë që kjo jona të Lëri statistikat, ndonjëherë zemra tregon edhe ta thot shumë është mendoj që më qartë. diçka është e gjitha, mendoj është ka të bëjë sa rehati të jep ai personi. E heq një person ti larg vetes kur ti jep rehati? Nuk e heq. E lë aty, gjithkohës. Esme? Unë dua të them që ne kemi qenë në publik gjatë kësaj kohe nëpërmjet përputhen. Tani po mundohemi këtë lidhjen tonë ta mbajmë sa më private të jetë e mundur dhe këta e kemi treguar se na kanë bërë dhe kritika, le të themi aty që nuk postojmë asnjëherë bashkë. Besoj se privatësia na i mban më solide lidhjen. Dhe nëse besoj në një të ardhme të gjatë, nuk mund ta them tani se unë jam person që jetoj shumë mirë jetën aty ku jam. Gjithmonë. Pra koha do ta tregoj sa jetë gjatë do jetë kjo lidhje. Shumë bukur. Neve me qëra fjalet e koha, jemi shumë keq me kohën, edhe duhet të shkojmë patjetër në publicitet, po në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën kohë, duhet përcjellim edhe Krisin dhe të qëndrojmë vetëm me Esmën. Rikthehemi pas pak. Ti çfarë mendoje ato 7 orë operacioni kur mami ishte në sallë? Sinqerisht mendoja, ua do ngelemi vetëm me babin. Ishin shumë gjëra Erion. Ja të kemi rikthyer. Bëm mirë besoj që e hoqëm qafe Krisin se nuk ca gjëra është mirë mos tjetë ai këtu. E mendova dhe unë në fakt kur po mendoja se si do ishte ky, le të themi, mini rrëfimi yt për jetën tënde. Ti ke lindur në Berat? Kam lindur në Berat në 93-shin. Por kur ishe shumë e vogël, familja emigron në Greqi. Po, kam qenë 3 vjeç. 3 vjeçe. Po. Ti ke 2 motra? 2 motra më të vogla. Më të vogla. Po. Dhe me sa di, fakti që prindrit punonin shumë, duke qenë emigracion, ty tu desh të kujdeseshe për motrat. Po. Mua më kujtohet, mami ka pas punuar se di dhe ata janë të përgjegjshëm, domethënë se do duket si prindër të papërgjegjshëm, do duket si prindër të papërgjegjshëm që na linin vetëm, unë kam qenë 4 vjeç. Motra e dytë kishte lindur në atë kohë, ajo ishte 1 vjeç e gjysmë, Linda e vogla jo akoma. Mami punonte në një piceri përballë shtëpisë, na ndante vetëm rruga dhe mami na kishte brenda në shtëpi, edhe më thoshte mua do kujdesesh për motrën dhe të gjitha dhe unë kuptoja, në kuptimin që 4 vjeç, okay, duhet të kuptoja, por më dukej sikur isha e rritur dhe e kisha në përgjegjësi motrën dhe më dukej gjë shumë normale. Beja dhe punë të shtëpisë. Kur vinte mami më ka ndodhur një herë, ka prur një nga shoqet që punonte me te dhe i ka thënë unë kam çupën, më mban çupën tjetër dhe më bën dhe punë të shtëpisë. Po mami duke qenë shumë krenare për këtë vajzën e rritur para kohë, do thosha? Mami ka. Ti e ndjer kështu, e rritur para kohë? Jam ndjer dhe është diçka në fakt me kalimin e kohës që e kam bërë re, ma thot gjithmonë edhe motra ime dytë se ajo është bërë nën 2 herë. Është bërë nën dhe më thot e di pse të shikoj ty tani që je ngjan si person mos kokçarës ose që e shijon jetën ose që sillesh sikur je e papërgjegjshme deri diku, se nuk jam. E bën thot sepse ke kaluar një fëmijëri ku të është dashur të rritesh shpejt dhe ke patur disa përgjegjësi që mbase nuk të përkisnin ty ti kishe dhe ke bërë atë pjesë. Atëherë dhe tani po mundosh ta shijosh tani atë çka të ka munguar gjatë fëmijërisë. Kur ishe 11-12 vjeç ju ktheheni në Shqipëri nga Greqia, po ndërkohë babi shumë shpejt emigroi drejt Italisë. Babi nga Greqia iku direkt në Itali. Shumë shpejt shkuat në Itali. Pas 3 vitesh. Pas 3 vitesh shkuat pra nga emigracioni prej disa vitesh në Greqi, zhvendoseni në Itali. Ishte një fillim i ri, një gjuhë e re, besoj një atmosferë ose ambient krejt i ri. Dhe me sa di ke pasur goxha vështirësi në këtë periudhë, ka qenë periudha adoleshencës, kishe probleme me notat, me shkollën. Po, sepse unë kam patur edhe një problem tjetër që ka qenë shumë i rëndësishëm në atë periudhë, pikërisht për këtë fakt se unë kam qenë një nxënëse shumë e mirë në mësime dhe më pëlqente të isha gjithmonë e para në çdo vend. Dhe fakti që nuk dija gjuhën nuk më lejonte të shprehesha në gjërat që dija ashtu si doja. Dhe kjo gjë mua më krijonte shumë stres, shumë depresion. Dhe kam kaluar për 6-7 muaj, Erion, kam filluar, isha bulimike. Bulimike? Po, bulimike. Ishte një mënyrë, unë nuk kam patur asnjëherë probleme me fizikun, por ishte një mënyrë të ndëshkuarit të vetes. Po, sepse nuk arrija dot që të merrja nga ana tjetër një rezultat, se unë i doja rezultatet direkt, i kam qenë gjithmonë kështu.
Pra çdo gjë që e konsumoje e nxirrje. Eksakt. E shkaktoje me vedije, pra. Po, sigurisht, me vedije, domethënë dhe pastaj ndjesha keq dhe pastaj ndjesha mirë. Domethënë ishte diçka që të gjeja një arsye për të ndjerë keq dhe për të ndjerë mirë. Është diçka psikologjike, është me vërtet shumë e rrezikshme nëse nuk të qëndron dikush pranë. Po, flisje me prindrit, i tregoje për këtë gjë? Jo, kjo është fakti se unë kam qenë gjithmonë person shumë i mbyllur, se domethënë duke qenë se më lanë shumë përgjegjësi që e vogël, unë mendoja se unë isha e rritur gjitha gjërat i zgjidhja vetë, kupton? Dhe nuk flisja po e kishin vënë. Kishte nevojë për ndihmë. Exactly. Po e kishin vënë re, dihet, dhe ndonjëherë mami afroi, gjithmonë kur ata janë munduar të afrohen të më flasin, kam qenë gjithmonë që mbyllesha në vetvete, mbyllesha dhe thosha, "O i më lër se e di, se dihet që e di, ja." Po jam tip që i mbyll gjërat e mia ose i zgjidh gjërat, problemet e mia gjithmonë në vetmi. Dhe kjo gjë e kam patur dhe besoj se do e kem gjithmonë. Nuk e di pse. Me që përmendem mamin, me sa di mami u mërzit shumë kur ti vendose pasi kishe nisur universitetin për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, bëre një vit në Dublin dhe vendose ta lësh shkollën. Sepse ti kishe gjetur dashurinë e parë, dashurinë tënde të parë. E bukur është që ata nuk e dinin dhe të betojmë që mund të ketë zgjatur një vit rresht që çdo familjar që më vinte në shtëpi, kur thoshin se domethënë më mbanin mua që krenoheshin me mua dhe familjarët, jo vetëm prindrit, edhe sa herë që vinin, ja, kjo e la shkollën, kjo e la shkollën, mami gjithmonë, domethënë ata po flisnin për gjëra të tjera, mami do të hapte atë bisedë. I dhimbte shumë sa kuptoj. Kjo e la shkollën për bolli, thosha. Edhe kjo gjë më ka peshuar dhe mua shumë. Atë ko pastaj thosha, kur të kem kohë do e nis sërish, thosha. Nuk e kam nisur asnjëherë. Tani do. Po do i futem, do i futem. Po ja premton. Ja premtoj. Publikisht. Okej, shumë mirë. Se mami e di që e ka vuajtur shumë këtë gjë dhe është gënjur shumë. Është gënjur, po. Po si ishte kjo lidhje e parë dashurie? Sa vite zgjati? Ka zgjatur 7 vite gjysmë. 7 vite gjysmë. Ishte djali, ishte italian, ishte lidhja ime parë. Okej. Në të gjitha aspektet. Kam qenë, ishte lash vitin e 2 të shkollës, lartë, edhe isha shumë emocionuar, të them të drejtën, se ishte djali që më pëlqente, ishte djali i mbyllur, ishte djali që, le të themi, nuk më ngacmonte, se mua ata që nuk më ngacmojnë më pëlqejnë, dhe kjo ishte i vetmi që nuk më ngacmonte, ndaj më ka pëlqyer. Dhe shkoj mirë, të paktën, mua më dukej mirë në fillim, sepse nuk isha qenë në një lidhje tjetër, dhe le të themi, kënaqesha me pak. Po besa kuptoj, ka qenë një lidhje e bukur dashurie. Fakti që zgjati gati 7-8 vite. Po, atëherë u bë edhe pak habitudine nga fundi, të them të drejtën, se para se të arrinim tek fundi përfundimi i lidhjes, ka patur 2 herë të tjera më parë që unë i kam thënë atij djalit që dua ta mbyll këtë lidhjen. Po herën e fundit pastaj ishte një arsye shumë herë më e fortë se unë dhe i bashkë që nuk e doja me, do më them pranë, nuk më ka qëndruar pranë, një moment shumë të rëndësishëm. Po thua për momentin që mami u sëmur. Po, ai më ka thënë një përgjigje, po e them, sepse nuk e kam thënë asnjëherë, kur më ka thënë, i kam thënë, operimi duhet zgjasë 7 orë, pas 10 orësh, ky as nuk kujtohet më marrë telefon, e marr unë i them, shiko, e di që ti je tip që si verë detajet, po thash 7 orë kaluan, paktën pas 7 orësh më kishe marrë. Pra nuk u interesua fare për operacionin. Po të kishte ndodhur gjë, më tha, do ma kishe thënë ti. Do më thënë, një përgjigje e tillë, dhe unë aty vërtet është kjo ose është... Kjo e vulosi vendimin për t'u ndarë prej ti. Po, dhe që aty unë e mbylla. Po ndërkohë, po flet për operacionin, pasi ju zbuluat që mami kishte një masë tumorale në tru. Po. Dhe ky si ishte ky moment? Ky moment ka qenë erion shumë i vështirë, sepse ishte edhe ky momentin tranzitit, sepse edhe unë ushtua edhe kjo, jo ushtua edhe kjo, po do të kjo ishte kryesorja, të them të drejtën, sepse i shikon gjërat nga jashtë dhe i dëgjon kur të tjerët thonë, është me tumor ose kështu dhe unë mbi jetën, të bën përshtypje, vërtet bën përshtypje. Kur e ke ti vetë, thua, wow, sa e lehtë është jeta, është aq e lehtë, domethënë që të rrshket nga duart vërtet. Edhe sidomos në atë moment kur ajo ka qenë në sallë operimi dhe ne shkojmë që nuk dilte pas 7 orësh, ka dalë pastaj pas një 15-16 orësh, aty këta zbuluan që kjo kishte një mas tjetër në një zonë më të komplikuar dhe prandaj nuk e nxirnin nga operimi, sepse ishin 2 mundësit. Në qoftë se ndorhynin aty, thanë 2 janë zgjidhjet, ose del nga operimi me memorien krejt të humbur, domethënë që nuk di kush është, ose nuk del.
edhe dihet që Pra nuk do shpëton. ndërhynin. Exactly. Dhe prandaj nuk ndërhyn. Po është në kurim tani që në qoftë se ajo mas rritet kur del jashtë, pjesën jashtë, domethënë mund të ketë ndërhyrje tjetër. Edhe domethënë kjo gjë Po na bën ti çfarë mendoje ato 7 orë operacioni kur mami ishte në sallë? sinqerisht mendoja, ua do ngelemi vetëm me babin. Ishin shumë gjëra Erion. Oh my god. E që vërtet shikoja dhe babin se edhe ata vetë, se si çdo familje kam patur zënë, ka djetë. Edhe ata ziheshin, e ke parasysh dhe ndonjëherë thosha, po ky e do mamin apo se do mamin, dhe kur e kam parë si ishte aty, sinqerisht, thosha, po ndoshta edhe unë t'i thoja atit ba, mos qaj se që anë të dhe babi, mos qaj se këtu dhe jetë me lejtë. E të është të vdes babi për ju. Oh my god, sorry, Erion. Jo, s'ka gjë. Fillon të ato të tjetë, se ai ka qenë, se këta kanë qenë dhe gati duke u ndarë kur kam lindur unë. Se unë isha fëmija i parë. Edhe Ta kanë treguar. po, ma tregon babi gjithmonë se më ban, e ka si krenari, thot ti ke qenë se beb që janë dhe këto dy të tjera sot, jo vetë. Që ti shpëtove martesën atyre të dyve. Po. Po jo vetëm kaq, si thot mami Ada, Ade mamit. Ade mamit. Nuk është vetëm kjo që ti ke shpëtuar martesën. Mami është shumë e lumtur për shumë gjëra për ty, është shumë krenare. Ma thot. Ka shkruar një letër shumë të gjatë, edhe mami Biankës dua t'i them që për shkak se koha televizive është ndryshe. E kemi reduktuar bakës fare letrën. Po ta lexoj. Thank you. Ada e vogël e mamit. Po të quaj kështu sepse kështu të kam thirrur që e vogël. Ke qenë Ada ime, vajza që erdhi në jetën tonë, dhe që pa e kuptuar as vet, u bë shumë më tepër se sa një fëmijë. Ti na mbajte familjen bashk në fillimet e lidhjes sonë. Pas shumë peripecive të cilat unë dhe babi po kalonim. Kur mendoj për ty të vogël, më vjen ndërmend një vajzë me sy të mëdhenj që gjithmonë dukej sikur i kuptonte më shumë nga sa duhej për moshën që kishte. Një vajzë që u detyrua të rritej para kohe. Jeta jo në fakt nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Emigrimi, ndryshimet, sakrificat. Babai yt edhe unë shpesh largoheshim për në punë, duke bërë çmos që t'ju siguronim juve një jetë më të mirë. Dhe kur ktheheshim në shtëpi, gjenim një vajzë të vogël që kujdesej për motrat e saj, sikur t'ishte më e madhe se ç'duhej. Por unë si nën kam parë edhe atë që shumë të tjerë nuk e kanë parë. Kam parë vajzën që kur lëndohej, nuk vraponte të ankohej, vajzën që mbyllej në dhomën e saj edhe qante vetëm, sikur të kishte vendosur që plagët t'i shëroje vetë. Edhe sot vazhdon t'i jesh kështu, edhe mami t'i dhëm shpirti kur mendon që nuk arriti dot kur t'ja lejoj vetes që ti të ndaje me të çdo shqetësim tëndin. Por të lutem, mbaje mend se unë jam gjithmonë këtu për ty. Dhe të pres gjithmonë që të qajmë bashkë dhe të ndajmë çdo dhimbje të kreharorit tënd të bukur. Ti ke qenë gjithmonë një shpirt i mbyllur, por kurse si i ftohtë. Përkundrazi, ke qenë aq e ndjeshme sa shpesh nuk e gjetur fjalët për ta shprehur atë që ndjeje. Prandaj e gjeje lirinë tënde në pikturë. Shpesh të kam parë të lëndohesh nga njerëzit, të zhgënjehesh, të tradhtohesh, e megjithatë nuk e ke humbur kurrë besimin tek njerëzit. Sepse unë e quaj shpirti më i bukur ai i yti. Ti je plot jetë, ke një aftësi të rrallë për të gjetur shpresë edhe aty ku duket se nuk ka mbetur asgjë. Dhe nëse do të më pyesnin sot se për çfarë jam më krenare tek ti, nuk do të flisja për sukseset e tua, as për talentin, as për inteligjencën, por do të flisja për zemrën tënde. Sa e thellë je në mendime dhe në zemër, dhe sa e bukur është ajo zemra jote kur shprehet. Mami prej teje beson vërtet tek mirësia, tek gjërat e bukura në këtë botë, sepse ti mi dhe mua dhe më bën të besoj akoma në to, për faktin që pavarësisht gjithçkaje, ke zgjedhur të mbetesh një njeri i mirë. Dhe kjo bija ime është fitoria më e madhe që mund të arrijë një njeri, me gjithë dashurinë edhe krenarinë e një nëne. Ka folur vërtet shumë bukur Erion. Dhe e di që ajo ka qarë kur e ka shkruar, jam e sigurt. Ka pa unë kur e lexova. Po, unë jam çik tip që prekem kështu. Dhe ka të sekur disa gjëra që unë e dija që se ma thot gjithmonë. Edhe kur më shikon ndonjëherë që ka diçka që nuk shkon, unë ndonjëherë tregohem arrogante, le të them, dhe i kthehem në një mënyrë, o ma, rri, nuk ka asgjë.
edhe unë e bëj më shumë që ajo të mendoj sikur, le të mendoj sikur jam e keqe ose sikur nuk dua ta ndaj ose kështu, po unë e kam thjesht se po ta kthej në një mënyrë tjetër, unë jam tip që ndjej dhe prekem direkt. Pra nuk do të prekesh para saj. Eksakt. Nuk do të ta shqetësosh. Sidomos në këtë, domethënë tani në këtë periudhë. Si është mami tani? Ajo vazhdon kurimet apo jo? Po, sigurisht. Po me sa kuptoj, ka shumë forcë, ka shumë kurajo. Po. Pra nuk duket njëri që dorëzohet kollaj. Jo, ajo vetëm ajo gjë që le të themi ndonjëherë ndikon, domethënë sëmundja tek ajo është që lodhet shpejt, zhurmat e forta dhe ato që dëgjon nga jashtë i bëjnë të vi dhimbje koke direkt, edhe humb memorien. Po për gjërat që kanë ndodhur, domethënë le të themi një orë më përpara, ose diçka që thot, ose diçka që bën, edhe nuk e mban mend, domethënë edhe ti ja tregosh me prova, jo thot. Thot jo, domethënë nuk e ashtu. Po sigurisht janë gjëra, janë detaje, të paktën ajo është aty dhe për këtë Zotit jam shumë falënderuese, vërtet. Uroj të jetë aty për shumë vite, po mbi gjitha të jetë me shëndet. Eksakt, mirë. faleminderit. Natyrisht, ti u bëre e njohur për publikun, fal përputhen, fal historisë edhe me Krisin. Pa. Nuk e di sa munde, pavarësisht se jam e sigurt që ti e njeh jetën e Krisit. Po, e njoh. Unë pata mundësinë që gjatë pjesës parë të bisedoja pak më gjëra gjatë dhe kuptoj që edhe zemra e tij është lënduar shumë nga shumë problematika të familjes, nga raporti shumë i vështirë me babain. Ty të tremb kjo gjë? Atëherë, se e kemi diskutuar këtë pjesë me Krisin dhe pikërisht kjo është një nga gjërat që mua më ka afruar më shumë me Krisin, ta them të drejtën, sepse unë jam tip që personat e lënduar dhe personat që kanë kaluar një jetë të tillë mua më bëjnë ti dua t'i kem pranë se më duket sikur i shëroj, dua t'i shëroj, sikur është një mision që ke ndërmarrë. Vetes, po, dhe dua që t'i bëj të ndjen mirë, që ato gjërat që kanë kaluar mos t'i ndjejnë me. E ke parasysh? Po, ama këta njerëzit duhet të duan veten së pari dhe ta shërojnë veten përpara se ta bësh ti këtë. Tamam. Kjo është edhe këto janë disa pika në fakt, në të cilat që kemi pak mos marrëveshje me Krisin, po sigurisht duke qenë se jemi në fillimet e njohjes, duhen hapat nga daltë dhe nga anë e tij. Por unë besoj se nuk është ai fakti që mua më shqetëson më shumë e kaluara e tij, kjo e kaluar e trisht, po është sa shumë ai do që ajo e kaluar mos të ndikojë tek ai dhe tek ardhmja juaj. Sa pak ai bën. Ti mendon se mund të ndikojë? Mund të ndikoj ose e ke parë që nëse flisni për shembull për fëmijët ose se besoj mund të jetë bërë një biseda do doni të kishit fëmijë. Fakti është që ai e ka shprehur gjithmonë që ai do fëmijë. Këtë e ka thënë, po, do. Por sa i gjendshëm është ai për të qenë prindi i fëmijës tim, është diçka që unë akoma kam dyshime, jo se Krisi nuk e do, por jetesa e Krisit, ky rrugëtimi i tij që në fëmijëri e ka prurë, e ka shtyr disa situatave që edhe i gjen si rrugëzidhje tani për momentin, por që nuk janë ato të duhurat. Edhe që mendon se po e ndihmojnë, por jo aq shumë. Dhe unë prandaj duaj që ti qëndroj pranë, që ti tregoj që ndihma e vërtet vjen nga njerëzit që vërtet të përkrajnë dhe të duan, po. Ti ja shërosh zemrën. Po. Mund t'ja dalësh mendon? Besoj nëse dhe ai do e lërë të hapur, po. Mami dhe babi çfarë thon për Krisin? Mami dhe babi, atëherë, këta i kam shumë kështu, besojnë shumë tek mua. Çdo gjë që ndodh aty më thon ç'a ndodhi, unë i them kështu, okay. Domethënë më besojnë vërtet shumë. Dhe kur kam bërë gjoksin, që këta nuk e dinin akoma, më ka marrë babi ditën e mëngjes kur do futesha për natë me videokiamat, i them duhet ta mbyll tani se do futem, kam operacion gjoksin. Edhe ky se dinte. Okej, po bëj kujdes, më merr pastaj tha. Po, i thash unë. Nëse mund të të pyes. Çfarë ke bërë? E kam zmadhuar pak se s'kisha fare. Po. Okej. Nuk e kam bërë shumë tomat, donte nuk dallohet. Po, e kam. Andish më mirë tani. Po, më mirë. Më mirë. Po që se ti je lumtur, të gjitha tjerat nuk kanë pikë rëndësie. Kurse mami tha ç'a bën, mami thash ato që s'më dhe ti në një farë mënyrë do i marri. Edhe kështu. Shiko, për fat të keq koha nuk na lejon shumë gjëra. Unë një gjë të fundit doja të të pyesja. U bë buje madhe dhe moment i sikletshëm. Flas për puthjen e Laertit. Po. Ti si e ke përjetuar realisht atë moment? Tani nuk e mendoj fare, Erion. Atë moment, të them të drejtën, ishte diçka që nuk e prisja dhe
E ke parasysh, e kam sinqerisht. Edhe më ngeli ajo si isha në fytyrë, më ngeli e stampuar. Dhe fakti është që pastaj dhe kam dashur që të komunikoja me Laertin personalisht. Ke komunikuar me të? Jo. Fare mbas... Ja, ta them sinqerisht këtë. Do doja që nuk kishte shkruar ai, se unë nuk do shkoja ti shkruaja. Nuk më ka shkruar, më ka dërguar një video mesazh kërkes falës aty, dhe unë jam tip që mua më karakterizon falja gjithmonë. Pra të ka kërkuar falje? Po, publikisht. Pastaj, pas asaj faljes që kërkoi, po e ironizonte këtë faktin në një emision tjetër, që do të thotë, nuk i dha shumë rëndësi e tha atë faljen se duhet ma jepte. I kam shkruar unë Laertit, e them, nuk e kam thënë ndonjëherë, i kam shkruar unë, i kam thënë shiko Laert, prisja pas asaj që ka ndodhur atëherë që të paktën ti si person të vije jo për të më kërkuar falje, por të më thoje si ndjem unë, ose përse e bere, do më thënë qa ishte... Pra të tjepti një shpjegim ball për ball. Ndërkohë që ti thash, atë nuk e bere, por vjen edhe publikon këto gjërat që kanë lidhje me mua në profilin tënd, thash, më duket shumë gjë e ulët, thash, mirë që ti je aktor, thash, po aktro me gjërat e tua, jo me gjërat e të tjerëve, më lër mua të bëj aktrimin me jetën tim si dua unë. Më furi vetëm një qeshje dhe kaq. Esme, unë të uroj shumë suksese dhe të falenderoj shumë për këtë rëfimin e sinqert. Nëse do vazhdoni të jeni bashkë me Krisin, pse jo? Viti i ardhshëm, ju pres të dyve sërish bashkë. Shumë faleminderit Erion. Një super duar trugiti për Esme. Shumë e mirë. Vetëm mos u fejoni pa na thënë. Jo. Mos u fejoni, flas për atë fejesën zyrtare ose të vërtetën. Po, sigurisht. Të uroj gjithë të mirat e kësaj bote. Realisht, ju uroj të dyve padyshim. Ja, të kemi rikthyer dhe ndryshe nga që bëjmë zakonisht, sot nuk do të mirëpres më ndonjë të ftuar në studio, sepse është programi fundit për këtë sezon, siç u thash edhe në fillim, ndaj kemi vendosur që të ruajmë pakës atë traditën tonë. Kemi vendosur t'ju rikthejmë në vëmendje në kujtesën tuaj disa nga momentet më pikante natyrisht, sepse pa mundur t'i risjellim gjitha, të disa prej personazheve apo të ftuarve tanë. Pikrisht atyre që na kanë dhuruar kaq shumë emocione, kanë bërë deklarata vërtet të fuqishme dhe të forta, kanë hapur zemrën përpara jush, duke rrëfyer copëza jete vërtet të dhimbshme apo shumë momente të fuqishme. Do doja ta nisnim sepse i tillë ka qenë në fakt një moment shumë i fuqishëm, deklarata apo rrëfimi që bëri këtu në studio Xheneta Fetau, e cila për herë të parë foli për nënën e saj biologjike. Dhimbjen që ende vazhdon për shkak të braktisjes së saj, por dhe takimin që pati me të pas 23 vitesh. E shohim këtë copës. Nuk u bë kurrë gjallë para ftyrëve tonë. Dhe kur kam taku për herë të parë, ja kam bë pyetjen si ke mund të jetosh kaq shumë vite dhe mos na marrësh ose mos na lëpesh asnjëherë. Çfarë tha? Dhe tha ka menduar që jeni të vdekur. Dhe aty, zemra ime u bë dhe një herë copa. Edhe i bëra pra pyetjen se pra si nuk e lypshe vorrin e fëmijëve tu, se kemi qenë 9 muaj në barkun tënd. Dhe filloj me ato të vetat dhe kam taku një herë dhe s'kam dash kur ta takoj, as ta kontaktoj fare. Pikrisht në këtë studio, në studion e Seluan Topi, këngëtarja Shela Haxhiraj ka ndarë mbas rrëfimin më të ndjeshëm të jetës së saj, duke folur për herë të parë për humbjen e vëllait të saj, Henry. E kam shumë të vështirë. E kam shumë të vështirë të flas për të, se është ende shumë herët që është larguar. Henry ishte krau im i djathtë dhe mbeta pa gjysmën time fizikisht, por unë e di që ai është bekimi im, ai është drita ime, është energjia ime që unë jam këtu sot, që po e bëj këtë intervistë me ty, këtë rrëfim, po, pa diskutim që ai është forca ime, ndryshe nuk do t'ja kisha dalë që ti isha prap kjo shelë që jam edhe të vazhdoj jetën time.
Dhe vim tek një tjetër moment shumë emocionues. Ishte pikërisht Miss Grand Albania, Diana Gjoka, e cila ka ndarë mes lotësh rrëfimin se për mënyrën se si ajo u përball me sëmundjen e nënës së saj, ndërsa nga ana tjetër ndau edhe një moment shumë personal. Mami një javë rresht kishte probleme me frymarrjen, por ne menduam është gripe dhe do kaloj. Por në fakt nuk kaloj. Një natë dimri, mami më kishte shumë vështirësi me frymarrjen, gati me zi mbushe me frym. Ajo del jashtë në balkon për të marrë frym që të mbushej, edhe unë e ndjek nga pas, nuk e lija kur vetëm, edhe duke para të se sa me vështirësi merrte frym, mua mbjet fikat. Ka qenë një natë e tmerrshme, vetëm mbaj mend ambulancën që vjen tek shtëpia për ta marrë. Mami im ishte azmatike, të tregoj edhe diçka, mbase as mami vetë nuk e di, tani do e marrë vesh kur ta dëgjoj intervistën time. Gjatë netëve që ajo kishte vështirësi, mua nuk më sinte gjumi, edhe i rria të këmbët, edhe sa herë që ajo nuk merrte frym, nuk merrja asun për ta kuptuar, më falni, për ta kuptuar bindjen, se çfarë do të thotë të mos mbushesh dot me frym një lloj si gjithë njerëzit e tjerë. Po dashuria? Unë di them që nuk jam dashuruar kur. Nuk je dashuruar kur? Jo. Më kanë thënë që është një ndjenjë shumë e bukur, gati edhe lënduese, por më shumë e bukur. Dua t'ju rikujtoj një tjetër moment, një tjetër intervistë shumë të bukur, diva e muzikës popullore shqiptare Merita Halili, pikërisht ajo që i këndoi zemrës së miliona e miliona shqiptarëve në mbar botën, u emocionua dhe u përlot në këtë studio duke rrëfyer pikërisht sfidat e emigrimit të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kalova një periudhë shumë të vështirë sepse kur shkova 3 muaj shtatzan me Engjin, me vajzën e dytë, edhe isha shumë e përmalluar, me thënë të drejtën, për familjen. Si ishim mësuar me emigracion? Mu kujtua te ky malli për familjen, për nënën, ajo kënga që është bërë hit edhe Ka marr malli për nënën time. Se çudoj kjo zemër shkreta këtu në vetmi, në rësirë më kaloj jeta, ju o shokët e mi. Besoj Çfarë të kujtua? Mu kujtua që zakonisht kur e këndoja këtë këngë, të gjithë nënat që hikën gjatë eksodit vinin dhe më përqafonin dhe thoshin atë këngën ka marrë malli për nënën time, na ke bërë të qajmë edhe qajmë vazhdimisht dhe isha unë një nga ajo që do shkoja dhe do përballohesha për nënën time. Do më thënë, nuk e kishe menduar që kjo këngë që ti këndoje, do vini një moment, do e përjetoje vetë. Për veten time. Gazetari dhe opinionisti Arjan Konomi ka ndarë një rrëfim vërtet emocionues për jetën e tij dhe për herë të parë ka folur publikisht me vështirësitë me cilat u përball gjatë sëmundjes së vllajt të tij. Bëre që bëre? Po jo, shumë mirë, për ka i që moment shumë i vështirë. Ka ndodhur vite më parë? Ka kaluar, po bën 9 vjetë. Tani është mirë, ka kaluar çdo gjë, po ishte një rast që duke i pa shpresë. Pra rrezikoi jetën? Rrezikoi jetën, po. Kaloi çdo gjë në mënyrën më të mirë, edhe pse i ka unë në vunose dhe nuk e them shumë, nuk e kam thënë ndonjëherë, mbas shumë muajsh që flija në spital, në tokë, në shesh, në reanimacion, një spital që ishte në Tiranë, një tmerr, nuk e di, një
Që kam parë unë atje, nuk e ke iden, më aty ka më është smeruar Shqipëria dhe hallet e njerëzve që shikoja seria tërnatën aty. Aty pasaj mendova, thash, ç'vlerë ka i puna, ç'vlerë ka leku, ç'vlerë ka në asnjë gjë dhe dua të iki në vuno, ndërroja duke fjetur. Duke fjetur për jashtë, ndërroja kur do jem vuno, që mos kem as i mendim dhe as një gjë për të bërë. Shumë diskutime dhe polemika shoqëruan pjesëmarrjen e tij në këtë Big Brother VIP. E kam fjalën për këngëtarin Armir Shahini. Dhe në rrëfimin e tij pa filtra në Se luan topi, ai u surprizua nga bashkëshortja e tij Rabea, që duket se i dha fund një herë për gjithmonë dyshimeve lidhur me marrëdhënien e tyre. Shiko, shumë është folur për martesën tuaj, për marrëdhënien tuaj, por realisht çfarë doje t'i ktheje përgjigje shqiptarëve? Tashi, kjo vendimi ishte vendimi i përbashkët që kemi domethënë këtë jetën e kemi vendosur para shumë kohë, për shumë arsye. Pra keni rënë dakord të dy që njëri të vi një pjesë kohë këtej dhe një pjesë andej. Ashtu është edhe unë mesazhin që kisha dhënë tjerët jashtë janë, domethënë, derisa ju nuk e keni nuk jeni në njëjtën situatë edhe nuk e keni përjetuar atë që kemi përjetuar ne, mos na gjykoni pa bazë, domethënë mendoni një herë para se të flisni. Super. Unë jam e rritur edhe unë e kam pranuar vetë këtë gjë edhe jam qetë me veten time, edhe mirë qetë me veten tjesh. Po përsa ko ju jeni të lumtur kështu? Po, jemi. Por jemi të lumtur kështu. Po. Avokati Sajmir Vishaj ishte gjithashtu i ftuar në Se luan topi dhe pasi na rrëfeu betejën e tij kundër vdekjes, mënyrën se si mposhti vdekjen pas një beteje të gjatë kundër kancerit, për herë të parë ka folur edhe për vrasjen e motrës së tij. Po bëhen 3 dekada pa Evën. A e ka shëruar disi koha dhimbjen e kësaj tragjedie? Ja. Çdo njeri është i pazvendësueshëm në jetë. Aq më tepër duke lënë 2 vajza jetime, i da në moshë tepër të vogla, ato janë bën nëna sot, janë bën nëna, që unë mundohem të përballoj rolin e saj tek fëmijët, siç do bënte Eva tek mua, nëse unë do isha të një të gjithë do të bënte. Kemi qenë shumë të lidhur si shok se sa motre vlla. Çdo gjë i thonë njëri tjetrit, të mirë të keq, por mungesa e saj sot mua më mungon jashtëmas. Është fati, s'ke që të bësh, kjo është fati. Fati trisht, dhe që besoj kjo ngjarje... Mos i ndodh asnjëri. Po. Sidomos humbje fëmijës njëherë është e tmerrshme. Këtë sa do thoja, kjo ngjarje besoj ka qenë e tmerrshme për nënën tuaj në veçantë. Nuk doli më nga shtëpia. Nuk doli më nga shtëpia. Nuk doli më nga shtëpia. Të vrasësh një femër, ke vrarë një shoqëri të tërë. Ke vrarë një shoqëri të tërë. Dhe vrasja e gruas, ose goditja e grave, mos dërgimi lekëve, apo çdo lloj funksioni tjetër që i lidh, ky është edhe një qëllim i librit që unë kam shkruar për dhunën në familje, gjë që për këtë mund të flasim me vite të tërë. Pra, u ndikuat nga kjo ngjarje, nga humbja e motrës në një farë mënyrë për të fokusuar tek dhuna në familje? Po. Ish konkurentja e Big Brother VIP Edisa Demollari ka ndarë me ne një moment tepër të vështirë dhe delikat të jetës së saj që nuk e kishte rrëfyer kurrë më parë. Përpjekjet e saj për t'u bërë nën. Gjatë marrëdhënies që kam pasur të konsoliduar dhe të deklaruar që kemi qenë gati për martesë, absolutisht që kemi dashur shumë të dy që të bëshim prindër dhe arsyeja pse e ndarjes erdhi pikërisht sepse diçka për një arsye apo për një tjetër nuk po funksiononte dhe ne nuk arritëm dot. Pra ju e provuat që të kishit fëmijë? Për vite me radhë dhe nuk ndodhi.
Dhe kjo solli shumë zënka në çift derisa përfunduam në ndarje. Kështu që njerëzit e kanë shumë të lehtë ta gjykojnë. Por se din se çfarë po përjeton ti. Ato lot që kam derdh, ato kohë kur bëja testet e shtatsanisë dhe më dilshin gjatë gjithë kohës negative, dhe pse analiza dilin shumë mirë, dhe më thënë asnjëri nga ne nuk kishte problem, por fëmia nuk po vinte, ne e doshim, ndjeshim fajtor, ishin momente shumë të dhimbshme. Dhe kjo është arsyeja që kur lexoj ato komente më duken totalisht pa vlera, se në fund ditës si për mirë si për keq, jam unë ajo që kam vuajtur për të patur një për ta patur. Kështu që shpresoj që të më vi sa më shpejt, sapo të gjej edhe njeriu e dur. Ta uroj me gjithë shpirtin Disa. Dhe personazhi i fundit që kemi zgjedhur për këtë kolazh apo për mbledhje të fundit është një vajzë që nuk është as pak e famshme, është një vajzë e re, por që po përballet mbase me sfidën e saj më të madhe të jetës. Bëhet fjalë për një sfidë shëndetësore, një problem të rëndë shëndetësor, ajo vuan nga një anomali e rrallë në tru, çka e solli pikërisht këtu në emision për të kërkuar edhe ndihmën e shqiptarëve që të përballojë kurimin e kësaj sëmundje. Bëj rezonancën, normal që rezonancën e bëm tek imazheristi, e dërgoj tek specialisti dhe në momentin që hap diskun, kthehet edhe më thot sa vjeç që je, dhe mimika e tij më la mbeta e shokuar, dhe thash më thuaj çfarë kam. Më thuaj a gjë e keqe apo jo, të lutem se nuk po duroja dot më, sepse ai ishte i habitur. Ai ishte i habitur, po, sepse as ai vet, domethënë nuk e priste një gjë të tillë te një vajzë e re, se faktikisht është një problem shëndetësor që është i hasur rrallë. Nuk është i shpeshtë. Dhe ja tregojmë pak publikut për çfarë po flasim. Që për ta thënë mbase shumë thjesht, pa hyrë në detaje shkencore, është një lloj lëmshi i arterieve dhe venave që ndodh në tru, disa personave mund të ndodhe edhe në shtyllën kurrizore. Eksaktësisht. Shumë qartë. Uroj që ata që po na shohin të ndihmojnë, të japin një kontribut sado të vogël dhe të nisësh terapinë sa më shpejt. Unë i kërkoj me përulësi të ndihmojnë me aq sa të munden. Dhe që ta mbyllim bukur, doja t'ju jepja një lajm të mirë. Duke qenë se e zgjodhëm Elenin të ishte pikërisht si ëmbëlsira për në fund të këtij kolazhi, donim t'ju tregonim se ajo është mjaft mirë, po vazhdon kurimet, ka nisur terapit, edhe fal këtij emisioni, fal edhe kontributit të gjithë shqiptarëve, ka mundur të mbledh, besoj, do thosha pjesën më të madhe të shumës së nevojitur, edhe tashmë po kurohet. Dhe me këtë lajm të bukur, duam ta mbyllim sepse jemi vërtet në sekondat e fundit të këtij programi edhe të këtij sezoni televiziv, për cilin dua vërtet ju falenderoj edhe një herë me zemër për të gjithë natyrisht dashurinë tuaj, feedbackun tuaj, edhe kritikat tuaja, pse jo. Por, përveç se të falenderoj publikun, ju që na ndiqni nga shtëpia, publikun e mrekullueshëm që kam në studio, dua si gjithmonë t'i përulem me shumë falenderime çdo të ftuari që ka qenë në këtë emision, çdo të ftuari që ka zgjedhur se luan topi për të dhënë rrëfime ekskluzive, për të përjetuar emocione të jashtëzakonshme, për të hapur zemrën me të gjithë ju si publik, për të treguar copza jete që ndonjëherë le ta pranojmë më shumë e vështirë t'ja themi edhe mikut më të mirë e jo më të gjithë publikut të shqiptar. Kështu që faleminderit të gjithë të ftuarve që ishin pjesë e këtij sezoni të mrekullueshëm televiziv. Dhe kështu e mbyll duke falendëruar edhe një herë stafin, kalofshi një verë sa më të bukur dhe shpresoj të freskët. Ne bashkë do të rishihemi në shtator.